Rozana shpërthen ndaj Danjës, ajo nuk ka moral dhe po flirton me të gjithë djemtë në shtëpi. Në një bisedë të tensionuar me Gjestin, Rozana nuk i kursen as pak fjalët e rënda për Danjën, duke akuzuar atë se po sillet në një mënyrë që sipas saj është e papranueshme. Teksa po qëndronin ulur në obor, Rozana, e irrituar dhe e zemëruar, i drejtohet Gjestit me një ton të ashpër, nuk e kuptoi fare këtë Danjën. Ajo sillet sikur është më e pafajshmja këtu, por në fakt po flirton me çdo djalë në këtë shtëpi. Nuk ka as turp, as moral. Gjesti e dëgjon me vëmendjen, duke tundur kokën her pas here, ndërsa Rozana vazhdon të shfryjë pa kënaqësinë e saj. E ke parë si sillet me Laertin? E pastaj shkon te Jozi, pastaj me ty, pastaj me të tjerë. Unë nuk kam asgjë personale me të, por thjesht më duket shumë fallto. Nuk mund të jesh kështu me të gjithë djemtë. Gjesti qesh lehtë dhe përpiqet të mos e ndezë më shumë situatën, por Rozana nuk ndalet. Unë nuk e di çfarë strategji ka ajo, por të jesh e sigurt se kjo po i bën të gjithë djemtë budallënj. Ajo i jep shpresa njërit, pastaj shkon dhe i buzëqesh tjetrit sikur nuk ka ndodhur asgjë. Gjesti e shikon me habi dhe i thot, po ndoshta thjesht është e afrueshme me të gjithë, nuk do të thotë që po flirton. Por Rozana nuk është as pak dakord. Jo. Ti nuk e sheh siç e shoh unë. Ajo është manipuluese. Po bën lojën e saj dhe po përpiqet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve. Jam e sigurt që po e bën vetëm për t'u dukur dhe për të pasur përfitime. Në këtë moment, disa banorë të tjerë afrohen dhe dëgjojnë bisedën, duke parë se si Rozana vazhdon të flasë me pasion për këtë çështje. A do të arrijë Danja ta kuptojë se po flitet keq për të? A do të përballet me Rozanën për këto akuza? Situata duket se po tensionohet gjithnjë e më shumë, dhe një përballje mes tyre është e pashmangshme.